Në kuadër të ditës ndërkombëtare të punës, sindikatat në Shqipëri kanë zbritur këtë të premte në shesh për të protestuar para Kryeministrisë dhe Ministrisë së Ekonomisë. Konfederata e Sindikatave dhe Unioni i Sindikatave i kanë bërë thirrje qeverisë të ndërhyjë urgjentisht për të garantuar të drejtat e punonjësve, duke e cilësuar mungesën e sigurisë në punë si një plagë të hapur të shoqërisë. Vetëm kur vinë në klasë e politike, do të ndryshojë dhe kjo, pakja jonë. Mendohet për punëtorët, jo për oligarkët. Përfaqësuesit e protestuesve kërkuan rritje të pagave dhe vendosjen e minimumit jetik, duke theksuar se kostoja jetesës në Shqipëri është e krahasueshme me vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa të ardhurat mbeten shumë më të ulta. Gjatë tubimit, sindikalistët u bën thirrje punëtorëve të vrasin frikën edhe të bashkohen për të kërkuar kushte më dinjitoze, duke insistuar që shteti duhet të marrë rolin e rregullatorit përballë sfidave ekonomike dhe rreziqeve në ambientet e punës.